Udhëtarët që hyjnë ose largohen nga territori i Republikës së Shqipërisë janë të detyruar të deklarojnë shumat e mëdha të parave, si dhe çdo instrument të negociueshëm, metal të çmuar, gur të çmuar, sende me vlerë apo objekte antike që mbajnë me vete, sapo të tejkalojnë vlerën e prej rreth 10.000 eurove ose kundër vlerën e saj në monedha të tjera. Ky detyrim sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave ka për qëllim sigurimin e transparencës, si dhe parandalimin e pastrimit të parave apo trafikut të paligjshëm të objekteve me vlerë. Detyrimi kryhet në zyrat e administratës doganore në pikat e kalimit kufitar, para se udhëtari të kalojë kontrollin e pasaportës nga autoritetet e policisë, si dhe të sigurisë. Formulari për raportimin e transportit të vlerave në kufi plotësohet pranë doganës e nuk kërkon pagesë për shërbimin. Udhëtarët duhet të paraqesin gjithashtu dokumente që justifikojnë burimin e të ardhurave që deklarojnë. Mos deklarimi ose deklarimi pasakt mund të sjellë edhe gjoba të konsiderueshme, si dhe veprime të mëtejshme sipas kodit penal edhe atij të procedurës penale. Për shumat nga 10.000 deri në 19.999 euro, gjoba për herën e parë është 20.000 lekë, ndërsa për shumat më të larta, gjobat rriten proporcionalisht deri në 50% të vlerës së padeklaruar për shumën me mbi 50.000 euro. Autoritetet doganore theksojnë se deklarimi është i detyrueshëm pavarësisht mënyrës së udhëtimit, qoftë me avion, anije, makinë, motor, biçikletë apo këmbë, e pavarësisht se ku mbahen parat ose nëse ato janë në pronësi të udhëtarit. Rëndësi ka vetëm që çdo lloj vlere monetare mbi kufirin e lejuar të deklarohet para kalimit të kufirit për të shmangur penalitetet si dhe ndjekjet ligjore.